Në fshatin e haruar të Barkanishit në Kruj, aty ku dikur jeta mbinte nga udhimët dhe pemët, sot mbizotëron heshtja dhe një dhimbje thellë njerëzore. Kjo është gjendja e familjes së Dashamir Dokut, një histori që rrëfen më shumë se varfëri, është një histori e aresës, e mjerimit të trashëguar, e një rënje të eshtur që zgjat prej vitesh. Dashamiri, kryefamiljari 50 vjeçar, është i paralizuar, i mbërthyer në shtrat prej kohësh. Jeta e tij është ngushtuar në një dhomë të vetme, ku ndan frymën me vajzën e madhe të divorcuar dhe 2 fëmijët e saj të mitur. Unë jam goca Dashamir Dokut, babin e kam smun, edhe gjendja si që shikoni, katastrofë që me bom, na kanë dhënë një dhomë, edhe jemi në kusht. Këtë dhomë kemi që me bom, i ka ratë trëmpoz, ka komën smun edhe dorën, nuk na ka nimuar njëri. Bashkëshortja e Dashamirit përpiqet të mbajë gjallë jo vetëm burrin, por dhe nipërit e saj, një bar që s'mund të përballohet më, por ajo vazhdon. Unë kërkoj që ta jap i shtëpi, që t'i ketë kushtet këtë, se jina veti i gjashti, a kupta. Në borcmon t'i kem pranë spitalve, a kupta, se më 2 fëmijë të vegjël vajzë që kam dame, ne me borcmon, a kupta, se nuk mund hec, nuk është në gjendje me hec. Gjithë 6 rre, për zotin pas tren, sa këta i ka Selmani vjerit, a këtë. Unë qëto, me di shpajs, kam i kërva qëto tek, e shtre qëto, ndarë. S'kam mund të darë qëto, goca me kalamet qëto. Ndamja, djeli vogël më kërva, Romina këto. Darë këto. Djeli vogël që i gocës këto më këtë kërvat, goca ndame me fëmijët atë me vajzën, se djalin ka këtë kërvat që në falë. Tjetra që ndame, goca tjetër flikto. Kuse ndame ja flikto. S'kam ku me shtu kërvati. S'kam vend për për. S'kam si i dhomë nuk i vetë gjitha, kupta, si në 6 vetë. Me plakë në ngëmnet kështu se nuk zes rap të zjo, janë shumë keq. To për të ti me kam. Pa e marrë të shekën darkët, e në 5 mjeti kur në do të përpunë e bitë prapë kështu se të hapet rrugën e gjerë, se në të më rrëgjë, që ka kuptaj. Kjo është sallan, në kupta, sallan i gjallë. Po bërë që i ta kina lëmë, për i halli bërë kutijet gotës janë dame, kupta, të lemojnë. Se nuk i zonë veni këjta ne, kupta. Pa kushtë, kemi bëjnë, jonë kje e Selmanit. Po e kam pas kam ku me vu, që u e kam, pas kam ku me vu, kupta. Frigifer kam, njësi më kanë falja, kupta. Po na i s'po nata manë. Me plasman se kam për zëtin e pëngjenë, se s'kam pare me blej, ta kupta se shkoj 150.000.
Përballohet as ushqim as një, veç me borxhe më të shumtën e kam shtepër zoti. E kam atë borxhen e për dyqani, për halli. Vajza e madhe punon në një fasoneri në Kruj, me të ardhurat modeste përpiqet të mbajë në këmbë një familje të tërë, ushqim, ilaçe, rroba, gjithçka varet prej saj. Të gjashtë jetojnë në një dhomë të vetme. Dritaret janë zëvendësuar me plasmas, erërat depërtojnë lirshëm, ndërsa fëmijët kanë kaluar dimrin midis shtëpisë dhe spitaleve. Në të njëjtën shati jetojnë edhe prindrit e moshuar të Dashamirit, të pafuqishëm, me të ardhurat e një pensioni pleqërie, përpiqen të bëjnë diçka, por nuk mjafton. Ballkaneshi është pothuajse bosh, infrastrukturë nuk ka, resurset janë, por nuk shfrytëzohen dhe njerëzit ikin ose jetojnë në skajet mbijetesës. Për i kombet për i dramatizmet, edhe në hilaqe janë për shtatin, për prapë se prapë më vejnë. 75 vjeqe janë. Kjo familje është dorëzuar. Ata kërkojnë vetëm një mundësi për të jetuar me dinjitet, një derë që të hapet, një institucion që të kujtohet se ekzistojnë, një ndihmë që të vi para se të jetë shumë vonë. Historia e Dashamir Dokut nuk është vetëm histori varfërie, është një apel, një thirrje për ndërhyrje të menjëhershme për të shpëtuar një familje që ka humbur shpresën.